Studio, shala cilat janë pritjet për përpjekjen e 22? Po, në fakt, nuk ka, do të thonë, ndonjë pritje të madhe, edhe sot, sa i përket sipas mendimit tim, edhe pse ka disa deklarata, disa sidomos nga zoti Limaj, nga kryetari i Nismës, i cili në një intervistë që dha dje një prej televizioneve, la me kuptu pak diçka që është mundet me pas një farë lëvizje të vogël, edhe pse për sot se besoj. Ndoshta, ndes në ditët në vim. Përpos deklaratave dhe përpos kësaj farë betejës politike që po bëhet në edhe thashë themave që po dalin ka njëherë edhe nga deputet edhe nga studio ndryshme televizive, nuk ka në farë lëvizje konkrete që mundet me në ashtineve me besu që sot mundet me pas në farë ndryshime ose muzedh krye parlamentari. Që s'do të thotë që në ditën vim mundet me pas diçka. Këtu tash me zotin Limaj, nëse edhe ai hyn, atëherë edhe aty tash nuk e di që është disponimi edhe i deputetëve tjerë, sidomos tyne deputetëve të minoriteteve jo serbe, për shkak se aty kemi 2 deputetë, për shembull Duda Bali dhe Adem Hoxha, të cilët edhe veton Berisha, i cili në fakt nuk janë në grupin e atij Dheçit të minoriteteve jo pakis. Kështu që të shohim çfarë po ndodh, se besoj që sot ka me pas diçka konkrete, ka me vazhdu njëjtë, po në ditët në vim mundet të me ndodh diçka. Për shkak se as partitë tjera, për shembull as PDK, as LDK nuk kanë dhënë ndonjë farë qëndrimi që mundet me pas ndonjë farë ndryshimi, sidomos LDK, e cila zoti Kurti po i bën ftesë vazhdimisht edhe po insiston që me pas në koalicion.